Tunja tjeta, dialog të lajmi tenton të reflektoj realitetin shqiptar, jo vetëm në aspektin makropolitik, por edhe atë mikropolitik. Ne po bëjmë përpjekje për të shfaqur dimensionin universal, por edhe të pjesërisëm të habitusit të shqiptarëve. Sot dialogojmë për komunën e Te Arcës, e cila shtrihet në rajonin e Tetovës. I ftuar në dialog të lajmi është kryetari i kësaj komune, zoti Daud Memishi. Faleminderit që jeni pjesëmarrës në dialog të lajmi. Faleminderit edhe për ftesën nga ana juaj, nderuar. Zoti Memishi, sa projekte keni realizuar deri më tani që nga marrja e detyrës si kryetar i komunës dhe mundësisht t'i theksoni ato që janë më kruciale, më të mëdha që i keni premtuar gjatë fushatës zgjedhore? Marrjen time si kryesues i komunës, si kryetari i komunës, më njëherë kemi filluar të shohim projektet të cilët janë në vazhdimsi e sipër. I kemi projektet të cilët janë nga grandi i qeverisë. Deri më tani kemi filluar 2 projekte, njërin e kemi promovuar, njëri projekt në momentin kur ne po diskutojmë vetë se është në punim e sipër. Në të gjitha vendet ku janë projektet aktive janë bërë matjet gjeodezike dhe po bëhet përgatitja për fillimin e gjitha atyre projekteve. Vlen të theksohet se komuna e Te Arcës nga grandi i qeverisë ka arritur të ketë mjete afërsisht 3 milion euro. Të gjitha këto mjete janë destinuar dhe janë projektuar për asfaltim të rrugëve në komunën tonë. Rrugën e parë të cilën e nisëm në fshatin Dobrosht në komunën e Te Arcës, projekt infrastrukturor vetëm asfaltimi i rrugës, ku mjetet e ndara për atë projekt kanë vlera atyre arrin 13 milion denar. Projektin e dytë, të cilin pretendojmë tash ka filluar, do të thotë sot, mirë po ne do të promovojmë ditën e vijim, është 22 milion denar, po ashtu një rrugë 1680 metra në fshatin Slatin. Projektet tjera janë në fshatin Pëshevc dhe Gloq, afërsisht vlera arrin 19 milion denar, aty ka të parapar edhe kanalizimi fekal edhe ujë për pije. Pjesa tjetër në fshatin Te Arcë ka një rrugicë përmes bankës botnore, ku vlera asaj arrin 30 milion denar, është e ndarë në 2 faza. Jemi munduar me Ministrinë e Transportit disa mjete të cilët nuk kanë qenë të nevojshme për atë asfaltim rruge, t'i bëjmë edhe kyçet në fshatin Te Arcë dhe të përfundoj gjithë procesi i kanalizimit, i cili është realizuar 80% dhe i ujit për pije rrjeti sekundar që është i ndëruar. Të gjitha këto projekte që po i përmendni dhe që thoni që janë të realizuara apo në realizim e sipër janë rezultat i kredisë hungareze, të cilën më pas qeveria e ka ndarë për komunat, apo? Po, do të gjitha këto janë nga grandi i qeverisë, me buxhet vetanak vlen të theksohet edhe kjo, para qytetarëve kam deklaruar që komunën e kam marrë në gjendje shumë të keqe, afërsisht e kam gjetur me 2 milion euro borx ndaj kompanive të cilët kanë realizuar punë dhe ndaj atyre të cilët kanë kontribuar për komunën e Te Arcës. Kemi qenë të bllokuar deri në javën e kaluar, arritëm një marrëveshje me kompaninë e cila kishte të marrë shumë të holla nga komuna e Te Arcës për një projekt që ka realizuar asfaltimin një rrugë në fshatin Dobrosht në Rasht. Mirë po arritëm një marrëveshje që pjesë të paguajmë edhe atë borxh i cili e ka ngelur nga viti 2021. Borxhet flisni që janë trashëguar nga ish kryetari i komunës, zoti Nuhi Neziri. Po, fatkeqësisht do të thotë edhe kjo për hir qytetarëve do të jetë në vitin 2021 nga kryetari i cili ka qenë 3 mandate e pak më tepër, e ka marrur me 380.000 euro borxh, kurse në vitin 2025 kur unë bëj pranim dorëzimin e marrim me 2 milion euro borxh. Të gjitha ata borxhe do të thotë i kemi paralajmëruar para qytetarëve se ku janë harxuar ato mjete dhe ne tani po mundohemi bashkarisht me qytetarët që të ndalim nga King Gërgj. Unë i falenderoj edhe publikisht ku ata kanë shprehur një gatishmëri shumë të madhe për të na ndihmuar në këtë fazë fillestare si udhëheqës i ri në komunën e Te Arcës. Vinë dhe paguajnë tatimet, lejet e ndërtimit i ndjekin të gjitha procedurat ashtu siç duhet dhe me mundësitë që kemi si komunë rurale, tani për momentin funksionojmë normalisht. Do të thotë shpresojmë që edhe më tutje të fuqizohemi nga gjithë kontribuesit edhe nga kompanitë të cilët i kemi gravitojnë në komunën e Te Arcës, do të mundohemi të kërkojmë ndihmë edhe atyre për gjithë aktivitetet të cilët do t'i bëjmë. Pagesa e tatimeve është detyrim qytetar dhe natyrisht edhe ligjor dhe mendoj që këtë duhet ta kuptojnë qytetarët që
tatimet janë në funksion të zhvillimit edhe të komunës, po edhe të shtetit në përgjithësi. E përmendëm kredin hungareze, e cila në një farë mënyrë ka qenë një stimulim për zhvillimin e pushtetit lokal. Megjithatë, kredia është ndarë nga pushteti qendror, nga qeveria, që i bie që nuk është kjo zgjidhja e duhur funksionale dhe efektive për të pasur një decentralizim më të favorshëm apo më funksional. Sipas jush, çfarë mendoni se duhet të ndryshojë sa i përket procesit të decentralizimit dhe rritjes së kompetencave të komunave? Mire theksuat dhe mire elaboruat, do të thotë nga kredia hungareze, mirë po vlen potencot një gjë që kjo e mirë për komunat, do të thotë në gjithë nivelin republikan të Maqedonisë së Veriut, nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Do të thotë edhe niveli qendror besoj që këtë e ka në konsiderat, pasi që ka marrë një iniciativë të këtill dhe kjo mund ta quajmë si pilot plan për realizimin e projekteve, vetëm me këtë pak fuqi që na jep neve si komuna, do të flas edhe për komunën e Acës, komunën time, komunë rurale, këtë buxhet asnjëherë do të thotë në gjithë të vitet të cilët kanë kaluar, komuna e Acës asnjëherë nuk ka pasur investime kaq mëdha kapitale. Nevoja është shumë e madhe pasi që jemi shumë pas në kohë në realizimin e disa projekteve esenciale dhe themelore që duhet t'i kenë banorët e komunës së Acës dhe unë shpresoj një iniciativë edhe më të fuqishme nga ana e nivelit qendror në bashkëpunim me ne me pushtetin lokal, që decentralizimi me një farforme të merr jetë në komunat tona dhe një herë për gjithmonë komunat tona të zhvillohen ashtu siç duhet, sepse rëndësia e gjithë zhvillimit në takon neve fillon do të thotë nga poshtë lart, si të jemi ne si komuna rurale, po ashtu edhe komunat urbane, gjithashtu në niveli qendror do të jetë më i lirë nga ne në këtë drejtim. Decentralizimi nuk kupton këtë dhe unë besoj fuqishëm që në këtë qeveri do të ketë edhe një iniciativë edhe më serioze se kjo, pasi që grandi është një shtitje e madhe për komunat tona. Besoj në vazhdimsi që do të ketë shumë mirësi edhe ndaj komunave rurale dhe urbane që të zhvillohen një herë mirë. Sa është numri i punësuarve në komunën tuaj? Momentalisht i kemi 56 të punësuar me vendim, edhe disa të tjerë që i kemi të angazhuar me kontratë në vepër, të cilët krijojnë shërbime për cilët janë të përcaktuar të krijojnë. Sipas jush ky numër është optimal, është real, pra komuna ka nevojë për kaq të punësuar, apo duhet të jetë numri më i vogël, apo keni mungesë të kuadrave? Fatkeqësisht do ta them me shumë përgjegjësi, numri është paksa i madh në komunën e Acës të punësuar, mirë po ata të cilët janë të punësuar, unë do të kërkoj dhe kam shpreh bashkëpunim nga dita e parë kur kam marrë kryetari komune, që ata t'japin maksimumin e tyre që të jenë në shërbim të qytetarëve dhe në pikë të parë në shërbim të institucionit, dhe atë vend pune ta quajmë si vendin, do të thotë si shikojmë shtëpinë tonë, njëkohësisht ta shohim edhe komunën apo institucionin, sepse ne jemi gjithmonë në shërbim të qytetarëve. Vlen të theksohet që pjesa e komunës Morgatës, fatkeqësisht mund ta them, 60% i kemi në Morgat, dhe Morgata kur vinë në kohën e pushimeve dhe ata kërkojnë shërbime në komunë, dhe kemi diskutuar me gjithë administratën që të jemi sa më fleksibil dhe sa më afër qytetarit, që sa më shpejt t'i krijojmë gjitha shërbimet. Jemi duke munduar që disa shërbime në komunën e Acës t'i digitalizojmë dhe aksesin mërgjimtarët ta kenë edhe më të lehtë, por edhe ata të cilët jetojnë do të thotë në komunën tonë. Në pikë parë në ditët në vijim besoj që do ta prezantojmë edhe pagesën e tatimit në formën online që jemi duke e përgatitur, edhe disa shërbime të tjera që sa më lehtësisht ta kenë qytetarët qasjen deri tek komuna. A ndodh kjo që e thoni që të gjithë 56 të punësuarit të jenë në shërbim të vendit të tyre të punës, në shërbim të qytetarëve, jeni i kënaqur nga efikasiteti i punës së tyre? Këtë më mire dëshmojnë qytetarët të cilët jetojnë në komunën e Acës, do thotë unë si kryetar komune jam jashtëzakonisht i kënaqur nga ardha ime në detyrë, nuk flas për të kaluarën se si ka funksionuar, mirë po të gjithë punëtorët janë në vendet e punës dhe më rëndësishme çka është se janë të sjellshëm dhe janë koherent ndaj asaj që duhet të japin shërbime gjithë qytetarëve të cilët kërkojnë në kohë. I kam lutur gjithmonë që ata nuk duhet vinë në punë dhe nuk vinë në punë për kryetarin e komunës, por vinë në punë pse janë të punësuar dhe marrin paga në fund të muajit dhe
Ata paga i marrin nga ana atyre qytetarëve të cilët kontribojnë në zhvillimin e komunës tonë. Bashkërisht do të thotë patjetër ta zhvillojmë komunën e Tarcës. Ju jeni zgjedhur nga koalicioni Vlen, përkatësisht nga lëvizja Besa, po? Po. Keni qenë zyrtar, funksionari lëvizjes Besa? Para se të vi kryetar komune, kam qenë drejtor në biron për zhvillim rajonal në nivel qendror, 1 vit. Para atij viti kam qenë në ndërmarrjen komunale në Tetov në menaxhim me mbeturinat dhe me ujin e pishëm, afër 3 vite dhe kjo është një përvojë shkurt. Funksione partijake keni pasur? Kam qenë në kryesinë qendrore dhe në kuvendin qendror të lëvizjes Besa, po pasi kemi funksionuar si Vlen nga koha kur u bashkuam, do të thotë edhe kemi funksionuar si një si tërësi. Gjatë përzgjedhjes së kuadrove të cilët menaxhojnë me njësit brenda komunës apo departamentet e komunës, me ndërmarrjet komunale në komunën e Tarcës, me shkollat fillore të cilat janë besoj një numër i madh, sepse komuna e Tarcës përfshin disa fshatra. A jeni nisur nga përcaktimi apo parimi i përkatësisë partijake apo i profesionalizmi? Në asnjë moment nuk kam parë në këtë këndvështrim, do të thotë punonjësit të cilët janë në administratë, shefet e departamenteve, në asnjë moment nuk i kam veçuar se cilës parti politike është, do të thotë në mbledhjet e para që kam mbajtur në komunë me gjithë stafin administrativ dhe në veçanti me shefet e departamenteve, ju kam kërkuar vetëm një gjë, që t'jeni sa më punëtor në punën tuaj dhe t'jepni më të mirën e mundshme dhe do t'japëm mundësinë çdo kujt ta tregoj vetveten. Në asnjë moment nuk kam bërë ndarje partijake. Shumicën prej tyre unë i njoh, do të thotë janë dhe gravitojnë, janë të gjithë të punësorit të komunës tonë, do të thotë të fshatrave të cilët gravitojnë në komunën e Tarcës, dhe unë në këto momente këtë përvojë të shkurt nga kur kam ardhur kryetar komune, kam gjetur një bashkëpunim të mirëfillt edhe nga ana e tyre. Do të thotë nuk kam patur ndonjë sabotim që mund të ketë raste të veçanta në disa komuna ku mund të ketë edhe ashtu probleme, sepse ata janë punonjës të cilët mund të kenë përvojë edhe 20 vite, mirëpo këtë në asnjë moment nuk e kam hasur nga asnjë punëtor i komunës. Do në thoni që nuk i keni ndëruar shefat e sektorëve, drejtorët e shkollave fillore, udhëheqësit e ndërmarrjeve publike komunale? Ndërmarrja publike komunale e cila menaxhon me ujin dhe mbeturinat, do të thotë nuk ka pasur drejtor në momentin kur kam ardhur unë, dhe në momentet e para kemi emëruar një i cili është profesionalisht i përgatitur para drejtim dhe tani ai vazhdon me punën shumë të suksesshme. Përgjegjësinë e arsimit në komunën e Tarcës e kemi ndëruar pasi ka qenë me mandat, i ka mbaruar mandati, tek pjesa e drejtorëve të shkollave deri me tani kemi ndëruar vetëm një drejtor, pasi një drejtor tjetër që ka qenë atë vend pune, ka qenë ushtrues detire dhe tani kemi hapur konkursi për vendim, kurse drejtorët e tjerë të gjitha shkollave nuk kemi lëvizur asnjëherë më tani. Këto që i keni zgjedhur janë të koalicionit Vlen, supozoj. Mendoj që e kemi zgjedhur më të mirit profesionalisht, do të nuk do të thoja, po. Brenda koalicionit e Vlen. Zoti Memishi, a ka ndodhur që gjatë mandatit tuaj, aq sa jeni të punsoni familjar tuaj, njerëz të cilët janë të afërt tuaj, miq apo fëmijë të miqve apo të shokëve tuaj? Në asnjë moment, do të thotë komuna e Tarcës është komunë rurale dhe është komunë shumë e vogël, mund të bëni edhe inspektimin edhe mund të merrni edhe mendimin e gjithë qytetarëve në komunën e Tarcës. Nuk kemi bërë kështu ndarjesh, do të thotë në pikë të parë vin në aspekti profesional siç e diskutuam dhe mandej pjesa ku e diskutuam edhe Vlenit, kështu ndarjesh do të thotë partijake apo familjare nuk kam bërë dhe nuk do të bëj asnjëherë. Mund të themi edhe ashtu që ne mund të kemi shtrirje familjare shumë gjerë në komunën e Tarcës, pasi që gjithë fshatrat që gravitojmë në komunën e Tarcës jemi shumë të ndërlidhura dhe kemi farefis në gjitha fshatrat, çka nëse profesionalisht është një njeri do të thotë i përgatitur, pavarësisht është edhe i familjes time, nuk mund t'ja mohojmë të drejtën e punës në një vend të caktuar, sepse ai nuk mund vi aty ku dua unë. Mirë, po kështu raste deri më tani nuk kemi pasur. Ligji dhe etika janë të qartë. Domethënë kur flitet për njerëz shumë të afërt, pra kur flitet për keqpërdorim të pozicionit tuaj politik apo shtetëror që ndikon tek pranimi apo punësimi i njerëzve të cilët janë familjar tuaj apo miq, pra flasim për nepotizëm.
Jo, në kështu raste nuk ka asnjë rast në komunën e Tarcës. Bile kam edhe kritika nga ana e funksionarëve të Vlenit edhe nga shokët më të afërt, që edhe pjesën e kabinetit ku jam do të thotë që më duhen njerëz shumë profesionalistë. Për momentin e kam vetëm një të angazhuar, pasi që buxhetin e komunës e kemi shumë keq dhe fatkeqësisht edhe me punët e PR-it edhe me punët e kontakteve merrem edhe unë direkt. Është një lodhje shumë e madhe për mua, mirë po ju kam premtuar derisa të rregullohet paksa statusi financiar i komunës së Tarcës, nuk do të mund të ekipohem në kabinetin tim, pasi që është një komunë rurale dhe e di se është shumë e lodhshme, mirë po do të mundojmë në maksimum do të menaxhojmë vetë. Ka disa të cilët janë punonjës me vendimet të cilët kanë qenë aty, ju kam dhënë role të ndryshme të funksionimit edhe në kabinetin tim, ata janë punonjës me vendim dhe e kam pritur shumë mirë këtë pjesë. Flasim pra për dimensionin e partizimit, sepse e dini që ky është një problem i shoqërisë sonë, edhe në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Ballkan, ndoshta edhe në vende të tjera të Evropës lindore, sepse ne e dim që kemi dalë nga një sistem i kaluar, një partijak, dhe transformimi demokratik nuk është se është bërë në mënyrë të duhur, apo nuk ka dhënë rezultatet të cilat mendojmë se duhet të jepen rezultatet e pritura. Natyrisht pa pretenduar që tu pamundsojmë kandidimin apo konkurimin njerëzve të cilët mund t'i kemi ju, unë, dikush tjetër antar të familjeve ose të fiseve tona. Por kur flitet për ndarjen e tenderëve, a ka ndikim partia, ndikim fakti që dikush mund t'jetë i afërt me ju, kompani të afërta me ju personalisht e kështu me radhë? Realisht këtë nuk do ta dëshiroja as unë, do të ta mendoja, jo më ta realizojmë. Unë vlen të theksoj një gjë që e potencuat vim nga radhët e koalicionit i Vlen, mirë po nga viti 2014 kur është formuar Lëvizja Besa, unë kam qenë antar i parë do të thotë nga komuna e Tarcës që kam qenë në Lëvizjen Besa. Jeni duke folur si me qenë kryetari në ndonjë komune suedeze. Jo, flasim me fakte dhe me argumente. Dhe doja të potencoj një gjë që gjitha funksionet që kam ushtruar në nivel qendror edhe në nivel lokal, në asnjë moment nuk kam patur asnjë telefonat nga kryetari im apo nga ndonjë funksionar tjetër që të veproj kështu apo të veproj ashtu. Njëkohësisht edhe në komunën e Tarcës tani ku jam, të gjitha pjesët, ata të cilët merren me tenderimin, ka të angazhuar të licencuar njerëz, ata e bëjnë punën në mënyrë profesionale, do të thotë me punën e tenderimeve. Jo, nuk keni asnjë lloj interferimi ndaj punës së tyre. Pra, nuk përziheni. Jo, mund vlen theksohet, ju tash e dini që në prokurimet publike mund të ndiqen nga çdo kush, do të thotë se si shkon procedura, edhe për mjetet të komunës, letrat edhe pjesët tjera, çka kemi hapur tenderin, e ka fituar një kompani shumë nga lart, do të thotë nga pjesa e Shkupit, dhe këtu nuk kemi të bëjmë, do të thotë interesi jonë si komunë ishte që ti kemi më afër në kohë të sjell dikush, mirë po do të thotë kjo tregon një matës që ne nuk kemi dorë mbi këtë pjesë. Do të jemi të hapur dhe jemi të lirë, kush do t'i plotësoj kushtet, kush do të jetë më i miri, ka procedura i do t'i fitoj ato. Ne gjatë përgatitjes së këtij emisioni jemi munduar të bëjmë disa analiza të cilat kanë të bëjnë me natalitetin, mortalitetin dhe migrimin. Këto janë statistikat e të lindurve në komunën e Tarcës, duke filluar nga viti 2010, sepse të dhënat gjenerohen në entin shtetëror të statistikës për këto aspekte apo për këto dimensione nga ky vit, dhe rezulton që numri të lindurve në 2010 të jetë 217, në 2011 ka një rritje që është në 250 dhe diku deri në vitin 2015 ngel niveli i njëjtë i shifrave, që në vitin 2016 të bie nga 250 diku për afër 20 persona të lindur mesatarisht, që në vitin 2020 numri të bie nën 200. Kjo ka të bëjë me siguri me faktor të ndryshëm, migrimi, ndoshta edhe faktor të tjerë, të cilat ne do t'i diskutojmë, dhe në vitin 2024 ka një
numër i cili mund të themi se nuk është shumë i dallueshëm nga 2020-a. Është 171 persona të lindur, që i bie që niveli apo amplituda e natalitetit në komunën tuaj shënon një stabilitet apo është pra optimale e qëndrueshme. Do të thotë kjo mund të lidhet direkt edhe me migrimin e komunës së Tarcës, fshatnave e komunës së Tarcës. Unë kam edhe vitin 2025 ne kemi do të thotë në komunën e Tarcës 141 lindje dhe 174 vdekje. Do të thotë që në vit i bie 30. Në 2025 sa është? 141 lindje. 141, ndërsa numri të vdekur 174 ka të vdekur. Që do të thotë 33 është më pak, ka një do të thotë. disbalans, po. Kjo ndërlidhet edhe me migrimin e gjithë fshatrave që kemi. Fatkeqësisht kjo ndjehet në çdo vend në Republikën e Maqedonisë Veriut, mirë po edhe tek ne në komunën e Tarcës do të thotë vërehet dukshëm ajo pjesa e largimit të rinjve, të cilët shkojnë edhe më familjarisht zhvendosen me një farformë atje. Unë si i ri do të thotë në bashkëpunim me gjeneratën time dhe me ata të cilët i kam më të ri, gjithmonë jam munduar t'i motivoj se jo do e mos të merresh me politikë dhe do të jesh i qëndrueshëm këtu. Unë prindin tim të ndjerë e kam pasur shumë vite në gurbet dhe unë kam qenë kundër gurbetit, kemi diskutuar, ka qenë në Gjermani, do të thotë kemi diskutuar shumë kohë që ai ka qenë i ftari asaj që ai ka qenë në gurbet në mërgim, mirë po ka qenë kundër që unë të dal në mërgim. Duke qenë para se më marr me politikë, unë kam pasur edhe një biznes të vogël dhe vazhdoj ta kem. Do thotë kam funksionuar familjarisht, po kam bërë edhe një punë tjetër. Çfarë biznesi? Me një prodhimtari të vogël të ndërtimit të shtëpive, dhe do të thotë jam marrë gjithmonë me këtë punë. Prodhoni material disa materiale për ndërtim, për ndërtimtari. Do të thotë paralelisht, pasi që është punë sezonale, kur kam pasur kohën nga muaji mars deri në muajin e 11, kam shfrytzuar kohën që të mundom të punoj me dhati gjatë orarit jashtë punës të cilën e kam patur edhe një punë tjetër, kam qenë menaxhuesi një kompanie në Tetov dhe për këtë nuk më ka ardhur asnjëherë turp punoj dhe jam munduar që gjithmonë të kem dy punë me vetëm qëllim që të jetoj në vendlindje. Shoh një disponim nga një gjenerat të cilën e kemi tre në komunën e Tarcës dhe besoni që ata shumë më motivojnë dhe më entuziazmojnë, janë punëtorë. Do të thotë edhe e shohin që edhe në gurbet, në mërgim, në pjesën sidomos në pjesën e Gjermanisë, nuk shohin perspektivë do të thotë për të ardhmen, pasi që edhe shkuari atje minimumi ju duhet 5 vite të akomodohen dhe të sistemohen dhe të hinë në sistemin e atyre dhe të jetojnë me gjitha ata parametrat të cilët i ka edhe kushtet Gjermania për më mirë. Unë nuk besoj që 5 vite një i ri ka kohë t'i humb të akomodohet atje, mirë po një ditë më përpara do të fokusohet dhe do të motivohet që të punojë në vendin tonë. Do të shohim edhe disa të dhëna që kanë të bëjnë me mortalitetin në komunën tuaj. Në 2010 pra është 177 dhe ky numër pak a shumë është i njëjtë deri në vitin 2019. Vetëm në 2013 kemi një rritje të numrit të vdekurve që është 192, ndërsa në vitin 2020 dhe 2021 ka një rritje më të madhe që është pasojë e krizës së virusit Covid, 232 në 2020 dhe 245 në 2021, por është interesante që shifrat pra të lindurve dhe të vdekurve janë në proporcion avantazhues për natalitetin, gjë që është pozitive. Pra, shtimi natyror në komunën tuaj nuk është negativ. Pra, në vitin 2022 kemi 197 të vdekur, 23 164 dhe në vitin 2024 150. Që i bie pra një raport i cili është në favor të natalitetit. Do të shohim edhe të dhënat që kanë të bëjnë me migrimin jashtë vendit. Këto janë të dhënat të cilat janë marrë nga enti shtetëror i statistikës, pra janë gjeneruar nga institucionet zyrtare shtetërore, por duhet bëjë një distancim publik që këto dhëna edhe mund
mos jenë krejtësisht të Krejtësisht të sakta sakta, dhe okay, ta po, reflektojnë realitetin e migrimit në komunën e të Arcës, sepse në 2020 kemi 29 persona, në 2021 14, në 2022 45, në 2023 54 dhe në 2024 vetëm një person, gjë që nuk është shumë objektive. Ne do të dëshironim që tjetë vetëm realitet, një person. Mund do të thotë edhe ashtu siç referua, do të thotë nuk e dim sa janë të sakta, mirë po besoj që 80% janë të sakta këto numra. Shpresoj që kjo që është në vitin 2024, që është vetëm një, të jetë edhe në vitin 2025 ashtu, do të thotë unë si kryetar komune gjithmonë do të thotë i motivoj të rinjtë të cilët janë këtu që mos të dëshpërohen dhe të gjejnë mekanizma për të jetuar këtu. Do thotë e potencova në fillim. Jo do e mos të merresh me politikë dhe duhet jetoj kështu. Jam kundër këtij parimi, sepse unë nesër mund ta përfundoj mandatin tim dhe prapë të kthem jetës normale. Jam vetëm 36 vjeçar dhe e shoh shumë normale që të jetoj këtu dhe përsëri do t'i kthem punës të cilën e kam punuar me nder dhe as pak nuk të provoj. Në politikë s'ka dalë. Nuk i di, gjenerata e re, unë ju them gjithë ata cilët vinë më urojnë suksese, mirë po më urojnë, shpresojmë që të kesh mandatin e ditë. Them ta përfundojmë këtë ashtu siç duhet mandatin e parë dhe pak rëndësi ka kush do të jetë mandatin e ditë. Ti sigurojmë dhe ti vendojmë disa themele ashtu duhura për komunën e të Arcës dhe një herë mirë të funksionojë ashtu siç duhet dhe në të ardhmen edhe mua si qytetari i komunës të Arcës, nëse nuk do të jem unë kryetari i komunës të Arcës, shumë pak do të ketë rëndësi kush është kryetari. Më rëndësi ka të punohet ashtu siç duhet. Në bazë të kësaj që keni arritur të punoni, të kontriboni për zhvillimin e komunës, mendoni se e meritoni mandatin e dytë? Ato do ta vlerësojmë. E di që do ta vlerësojnë qytetarët, po flasim cila është perspektiva juaj individuale deri sot, pra, nga momenti i marrjes së mandatit, sepse keni ju kohë edhe disa vite deri në fund të mandatit. Sinqerisht e flas me gjithë ata të cilët qëndroj me shoqëri dhe me gjithë qytetarët, ndoshta e bën pak edhe mosha që jam i ri, mirë po besoni që presioni është shumë i lartë, kërkesat janë shumë dhaja dhe mundësitë reale në komunë rurale ke shumë të vogla dhe kjo realisht në ndër vite të konsumon pa e vërejtur fare. Do të thotë, këto do ta shoh në vitin e 3 apo të 4 se si do të jem edhe emocionalisht po edhe me punët në terren. Unë jam i kënaqur që gjitha fshatrat të cilët e vizitoj më mirëpresin pa dallim moshe, do të thotë gjithë më mirëpresin shumë mirë. Mundohem që gjithmonë të jem sa më afër qytetarëve dhe atëherë kur nuk zgjidhet një hall apo një problem, ju tregojmë sinqerisht se kjo është realiteti dhe mundësia e komunës rurale dhe ata e mirë kuptojnë dhe në bashkëpunim me ata, do të thotë edhe në të ardhmen tani, kemi disa projekte të cilat do duhet t'i bëjmë bashkërisht. Nuk e shoh të arsyeshme të flas prej tani se a kam ambicie pas 4 viteve, pasi që në 6 mujorin e parë me të vërtet jam të mirësisht i lodhur psiqikisht nga pjesa do të thotë e qytetarëve të cilët me shumë të drejtë kanë që qasjen duhet ta kenë direkt me kryetarin e komunës, mirë po fizikisht është e pamundshme që t'i takojnë gjithë. Unë edhe publikisht e shfrytëzoj këtë hapësirë që unë jam gjithmonë afër qytetarëve, po kërkoj falje për ndonjë mosparaqitje eventuale me dikënd për takime, pasi që është shumë e ngarkuar si punë dhe besoj që të gjithë të më mirë kuptojnë. Sa banorë ka komuna e statistikisht 17.000 disa banorë. Është mbi 20.000 për. I bie që është një ndër komunat me popullsi mesatare. Nuk është tek komunat e vogla, por as komunat e mëdha. Zoti me mishi kalojmë pak tek pjesa politike. Më 9 maj do të ketë kongres themelues, ashtu të themi, të koalicionit Vlen. Pas kongresit, çfarë mendoni se nëse keni informacion gjithmonë, nëse jo nuk është se këtu ju kushtojmë që thoni patjetër, sepse ky nuk është stili i këtij emisioni. A do të vazhdojnë të funksionojnë juridikisht partitë ekzistuese? Informacione kam shumë pak, pasi që kam marrë pjesë vetëm në disa mbledhje tani të fundit për finalizimin e kongresit të cilin do ta bëjmë. Ka ata të cilët kanë qenë në Kadrovik dhe në formulimin e gjithë këtij rrugtimi për Vlenin që të bëhet një, do të thotë kanë edhe statutin edhe gjitha përgatitjet. Unë besoj që më veç Vleni po finalizohet dhe po bëhet një. Mirë po ekskluzivitetin e gjithë këtij kongresi do t'ja lëm liderëve ditë kur do të jetë më 9 maj. Ne do të jemi pjesë e
asaj promovimi, asaj konvente, do të jemi delegat dhe do të jemi votues të këtij kongresi, por ekskluzivitetin do të alëm liderëve të cilët e kanë mbartur këtë rrugtim deri më tani. Ju personalisht çfarë mendoni? A mendoni se pas këtij kongresi duhet vleni të jetë një subjekt, një parti e vetme politike dhe partit apo po themi subjektet parciale që e përbëjnë vlenin duhet të shuhen jo vetëm politikisht por edhe juridikisht? Këtë do ta tregoj koha, mirë po vleni është e mundur të jetë një, do të thotë këtë e kemi dëshmuar në disa cikle zgjedhore, por edhe pas cikleve zgjedhore do të funksionimi jon si vlen ka qenë si një familje. Ndonjëherë do të thotë ka pasur edhe kritika nga opozita sepse vleni nuk funksionon një. Do të thotë vetë fjala si një familje çdo kund ka probleme, mirë po gjitha problemet jemi ulur si burra dhe jemi kemi zgjidhur ashtu siç duhet. Këtë e ka dëshmuar koha dhe nuk jam skeptik, por do të thotë jam optimist për të ardhmen që vleni mund të funksionojë si një. Ku e shihni veten në hierarkinë e koalicionit partijak vlen? Nuk e kam as pak atë problem personal, më rëndësi është që vleni të funksionojë si një, do të thotë unë për momentin tani jam kryetar komune, në komunën e Tarës si koalicion vlen funksionojmë shumë normalisht dhe shumë miqësisht me gjithë ata të cilët i kemi edhe funksionar edhe aktivist. Normalisht se kur je pjesë e pushtetit rriten edhe kërkesat, mirë po mundësitë reale do të thotë janë ndonjëherë të kufizuara, me gjithë ata të cilët kanë kërkesa edhe të veçanta edhe elementare, ne mundohemi të sqarojmë që nëse nuk mund të bëhet sot, do të bëhet një ditë tjetër, qoftë puna e punësimit, qoftë puna e ndonjë kërkese tjetër. Mirë po besoj që 95% të gjithë atyre që i kemi edhe antar nga degat nën degat poshtë, arrin ta kuptojmë. Me përjashtime të veçanta, një përqindje e vogël që nëse unë kam nevojën personale të krijoj një punësim timin apo shoqës time dhe them që vleni s'bën, këtu me përjashtime mund të ketë një përqindje shumë e vogël. Do thotë kjo është në gjitha partitë politike, mirë po ne jemi të hapur me gjithë aktivistët dhe me gjithë qytetarët, edhe pse është politik. Unë dal edhe nga kjo jashtë kësaj petku, do thotë ne do të jemi realistë edhe pse jemi në politik, mund ta kem një kërkesë shumë elementare dhe shumë të nevojshme të momentit dhe nëse ti nuk ma premton unë do të t'idhrohem, do thotë unë nuk jam për këtë parim, patjetër e kam të tregoj drejt se kështu do të funksionojë, do thotë parimisht politika, edhe pse është politik, do t'i japim një hije tjetër ashtu siç e ka formulimin, është art dhe jo diçka tjetër. Arti të mundshmes. Po. Por ndonjëherë bëhet arti manipulimit, po kjo është një çështje që mund ta diskutojmë gjëra gjatë, ndoshta në një debat tjetër. Kush do ta formojë kryesinë qendrore të koalicionit vlen? Keni informacion për këtë? Nuk dim shumë informacione, vetëm se kemi qenë të thirrur në mbledhjen e fundit dhe janë ndarë disa informacione, do të thotë se si do të ecë procedura e kongresit. Këtë ekskluzivitet do të alëm, do të thotë pas 9 majit të dalin me deklaratë me siguri liderët dhe do të tregojnë gjithë funksionimin e vlenit se si do të jetë. Ka mundësi që kryesia qendrore të jetë përbërë nga zyrtarët që i bëhet janë deputetët, ministrat, zëvendësministrat, kryetarët e komunave që u takojnë partive të ndryshme? Në parim, parafasisht kështu është, do të thotë një formulë, mirë po do të thotë për këtë nuk guxoj të flas shumë, jo për të nxjerrë ndonjë sekret, mirë po do t'u lëm ekskluzivitetin atyre të cilët 3 muaj ditë merren me këtë formulim dhe kanë gjetur më të mirën e mundshme se si do duket vleni një dhe funksionimi i gjitha subjekteve të cilët e potencuat sa do të vazhdojnë të jenë të ndara në koalicionin vlen apo do të jenë si një parti politike. Ata kanë arritur do të gjejnë një formulë më të mirë të mundshme dhe nuk dua ta humbi mundin atyre të cilët me ditë dhe me natë të tëra kanë arritur deri në një marrëveshje të tillë, pasi që nuk ka qenë edhe shumë e lehtë, mirë po tani tutje besoj që do të jetë kristalizuar gjithë puna e vlenit. Pra i bie ja po e marrën rolin e interpretuesit të gjithë asaj që po ndodh, i bie pak a shumë që kryesia e ardhshme qendrore e koalicionit vlen të përbëhet nga zyrtar të ndryshëm që kanë detyra të ndryshme në nivel të pushtetit qendror dhe atij lokal dhe partitë ndryshme pra do të reflektojnë potencialin apo kapacitetin e tyre politik në partinë e re vlen.
Mendoj që edhe nëse është kjo si formulë, do të thotë, besoj që mund edhe të jetë e mundshme, pasi që ka pasur shumë varianta të cilët si do të funksionojë kryesia qendrore, kryesia e ngushtë, kuvendi qendror, do të thotë nuk shoh asgjë gabim dhe mendoj që është ndoshta zgjidhja më e mirë e mundshme momentale. Po, flasim për kryesinë e gjerë qendrore, pra që do të përbëhet nga më shumë njerëz me siguri, sepse kryesia e ngushtë dihet pak a shumë që do të funksionoj me 5 individ, me 5 njerëz që do të jenë pjesë e kësaj kryesie, që i bie të jenë 2 kryetarët e partisë, zoti Izzet Mexhiti dhe zoti Bilal Kasami, 2 nënkryetarët e partisë, që i bie të jenë Bekim Qoku dhe Mimoza Musa dhe sekretari i përgjithshëm i partisë Vlen, zëvendës kryeministri aktual zoti Bekim Salit, dhe vendimmarrja në kryesinë e ngushtë do të jetë me konsenzus, apo do të ketë vendimmarrje që nuk e përjashton asnjërin, që i bie që për çdo vendim duhet të ketë mbështetje apo vendim nga të gjithë shumica, po, pjesëmarrësit në këtë kryesi të ngushtë. Që keni pak i rezervuar sa i përket. Jo, nuk duhet t'ja hupi ekskluzivitetin, do thotë ditës së 9 majit kongresit, pasi që 9 maj është ditë e Evropës dhe ja po bëhet dita e kongresit të Vlenit. Pas kongresit besoj që të gjitha gjërat do të jenë të kristalizuara edhe për mbar opinionin, pasi që edhe ne që jemi funksionar kemi qenë të thirrur në mbledhje vetëm për informime të shkurtra se si do të rrjedh puna e kongresit, dhe ekskluzivitetin do doja t'ju lë liderëve të cilët kanë sakrifikuar. Kongresi? Në Filharmonia në Shkup. Në sallën e Filharmonisë në Shkup më 9 maj. Zoti Memishi, unë ju falenderoj që ishit në dialog të lajmi, shpresoj që ishte dialog i hapur, për mendimin tim ishte. Ju falenderit edhe nga ana juaj, unë jam ndjer shumë komod do të thotë në këtë emision. Ju përuroj dhe ju uroj vetëm suksese. Faleminderit. Faleminderit.